me gjithë të numra që i kemi aktualisht, po e dim paga shumë trendin se si do të shkoj deri tek certifikimi i rezultateve, a mund ta konstituojmë kuvendin, ta formojmë qeverin dhe ta votojmë presidentin? Si e shihni ju? Si veteran i politikës në Kosovë, moj me thonë se dy figurat ma damshme që i kanë bërë dam pari parushëm Kosovës në këto 5 vitet e fundit, pikërisht janë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Gjithë ky ngërç politik mbi 15 muaj që u majtën disa palë zgjedhje është bërë pikërisht për pozitën e presidentit, respektivisht presidentes. Vjosa fillimisht në vitin 2021 e damtoj, mos them e shkatroj, e damtoj shumë LDK-n, iku për derë vogël dhe ose mund të them për dritare dhe shkoj në vetëvendosje vetëm për interes saj personal. Njëkohësisht ajo iku pastaj edhe prej vetëvendosjes edhe u kthy në shtëpinë e saj gjoja në Thojza, prap vetëm për interes personal. Ama u kthye vetëm me 2000 vota, zoti Vedaj. Kthimi i saj është parashit dhe është propagandu se do të jetë spektakular. Unë personalisht e kam ditë se kjo është një LDK-ja do ta korr një fitore të pirës, nuk do të korr kurfar suksesi, sepse nëse kur gjë tjetër, që to 30 vite të jetës time të fundit, i kam ba të qenë pjesë e gjitha zhvillime politike në Kosovë për vitet 90 deri më sot. Në atë moment kur një lider politik e vën interesin personal mbi interesin e Kosovës, mbi interesin e qytetarëve të Kosovës, mbi fatin dhe të ardhmen e Kosovës, atë moment ai nuk është më lider, po është një gogol dhe është një person shumë i damshëm. A ka gjasa që Vjosa Osmani të bëhet përsëri presidente? Jo, nëse bëhet Vjosa Osmani presidente, Kosovën e ka marrë lumi. Pse? Po shëqa, aja ka qenë... Ajo është cilësuar si një ndër presidentët më të mirë që i kemi pas. Ajo është vetë cilësuar, edhe rreth i saj propagandistik, mirë po nuk e ka bë asnjë sukses, rezultat prekshëm. Në arenën ndërkombëtare nuk e cilësoni sukses? Arenën ndërkombëtare, fatkeqësisht ose fatmirësisht, me arenën ndërkombëtare jam marrë një kohë shumë gjatë. Prandaj apo ju pyes. Asnjë njohje se ka pru personalisht Vjosa Osmani. Asnjë antarësim të Kosovës për 6 vjet në asnjë organizatë ndërkombëtare. Po në bordin e Asnjë rezolut për Kosovën. Në bordi i paqes nuk është i rëndësishëm për juve? Ajo është në rregull mirë, po nuk u ftu Vjosa Osmani aty. Falë, mos pëdu me nënçmu. Jo, po diskutojmë sepse mund të ketë me gjasa, mund ta kemi përsëri presidente, na duhet me fol për Vjosa Osmani. Tjetër është gjë se dikush kur kesh përdor institucionin për interesa personale dhe individuale, sikur që ban Vjosa Osmani, e njohtën në Kosovë për mi personalizu dhe si pirate politike, domethënë ajo është këtë tjetër gjë. Aty në bordin e paqes, edhe në konferencat ndërkombëtare, qoftë në Minsk, qoftë në Davos, domethënë aty ftohet Kosova si Kosovë. Nuk ftohet individi. Individi përfaqëson Kosovën çaj që është momentalisht president, kushdo të qoftë tjetër. Edhe mbagë dikush tjetër, njëjtën gjë kish marrë pjesë në bordin e paqes, në konferencën e Davosit, në gjitha konferencat tjera që kanë qenë, kështu që rezultati i një presidenti ose një lideri matet me suksese konkrete. 6 vjet, kjo qeveri, kjo pushtet, kjo regjim nikje, nuk mund thonë për asnjë gjë, përveç që i kanë shpenzu 20 miliard euro, asnjë gjë të hajrit që mund shifet edhe mund të preket. Por prap doli e para, zoti Dedaj, doli e para. Doli e para. Kush doli e para? Partia cila është në pushtet. Doli e para, unë di se pse del para. Kur të kish krejt infrastrukturën, krejt gjipat, krejt miliona eurot, gjithë kush kish dalë e para. Domethënë, ajo është një keshpërdërim. Bile është handojmë diskutimin në studio. Duhet me thonë, unë e tham, sepse unë krijoj shpesh rëdhan mish, sepse unë them të vërtetën, nëse mërzit na hiç. Domethënë, gjestet që i kanë bë vetëvendosja në këtë fushat është rast për prokurori.
Mirë po ai nuk po njeh as prokurori, as drejtësi, as gjyqësi, edhe është ka sjellët sikur më pas dhënë baba amanet me bosh ka dënë me Kosovën, me qenë titullari i Kosovës dhe pronari i Kosovës.